Pasi shpalos madhështinë e vetë i Madhi Allah Gjelle Gjelalu në këtë ajet, vazhdon ke gjoja më delikate për njeriu. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Pasi e shpalosi qarta zi që i Madhi Allah Gjelle Gjelalu është krijuesi dhe shpikësi i gjithçkaje, thot: Allahu është dhuruesi i atyre qiftëve që u dhuron çfarë? Sa delikat është kjo jetë. U dhuron, thot, femra, vajza, por edhe meshkuj. Pra dikujt i dhuron vetëm femra, vajza, dikujt tjetër i dhuron vetëm meshkuj. A keni ngjua, keni pa, keni dëshmu, sa dush, kemi më gjakë më fis, ha? Subhanallah. Mirë me kash, katër kategori këtu, ha? Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Ose thot u jep, u dhuron edhe vajza, edhe djem. Normal, apo jo? Janë gjona që ne jetojmë dhe i dëshmojmë. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dhe po Allahu Gjelle Gjelaluhu është ai i vetmi absolut që privon këdon me i dhanë e vlat dhe fmi. E bon çfarë? Steril. Qof burrin, qof gruan. Nga gjitha gjendjet fizike dhe shkencore është top fare. Mbase edhe nga kontakti bashkëshortor është top fare. Mirë po subhanallah. Lënda kryesore që i Madhi Allah e ka bërë kader që prej saj të krijojë dhe të ngjizet fëmia mungon. Te këtë e ka në dorë i Madhi Allah Gjelle Gjelalu.